Unë e kom taku Sulejman Selimin para një 5 dite. Edhe kom dho syl, e na kon argat tu. Edhe ki për detyrë. E ke pas për detyrë, që 25 vjetë, me spjegu që ka ndodhë me 18 dhe 19 dhe 2000. E ke pas për detyrë, e ki për detyrë se e na kon argat ti. A për të në dhaj që ka thonë, ma vërë komu më vesh. Ka premtu ishë? Po më ka kalcu. Se nuk i ka thonë të i tash i ka thonë. Po, Sylla ka për detyrë me i thonë vetë. Me dojnë një televizion, me shliru vetën, sepse na kanë tratu, na kanë prej në besë. Mua dhe Sulejman Selimin. Sepse na kanë pas muzatet me Sulejman Selimin në ora 8 të Shanigjesit. A, gjatë... Po vlasëm në qatë relacion, ku e në atë tonë. E ka për detyrë të zotit, kanunit, ligjit, nderit, shqiptarisë, Sulejman Selimi e ka për detyrë me spjegu këtë ratë. Edhe me për spjegu të vërtetë sepse ka ardhë me më ponë bënë stel, në kur ka ardhë me më ponë bënë stel, u konë Sylla, u konë Ilas Dërguti, Fadil Kodra, dhe edhe një general tjetër për i kompritën, më ka thot besën e zotit e ki që kena me gjithë, a vëta dhe mos u morë kurbat punë. Po Sylla, kër e kum taku para një dite, më ka spjegu edhe situatat që i ka pas aj, se ka pas shumë situatat rona, edhe rëzikun që ka pas për jetë, Sulejman Selimi, po. Tu ka dash më mbrojt Po, Sulejman Selimi ka pas rrezik edhe jetën e vet. E kur e ke marrë vesh tot? Po, para një javë. Se edhe për Sulejman Selimin... Po, po ta shpjegoj çam ka thonë Sulejman Selimi. S'keni, po ta shpjegoj çam ka thonë Sulejman Selimi. Prandaj, nuk është kjo çfarë thonë në rreth, kjo e vërtet. Jo, nuk... Unë e di, po flas vërtetën. Unë nuk kjo që në ataku me Sulejman Selimin që një që vjetë, para një javë. Dhe nga historinë në ataku. Ne nuk ju taku vetën, në konë 2 tjerë.